Bledi Bej Frashëri. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si e? Më në fund takohen dy përmetarë. Më në fund takohen Podcastin e Klotilda Arkës. Ti më thua Klot Arka, po vazhdoj të përgëdhej. Vazhdoj që ti të rritesh. Tani ne jemi dy përmetarë, por do pim verë lezhë sot nga kantina Kallmeti. Kjo është bukuria. Është një verë shumë speciale dhe autentike, po. Do ma shërbesh ti tani, ose po do ta shërbej dhe unë, po. Ja, unë jenë keq. Ju nga Përmeti, ju burrat nga Përmeti. Jeni me dy rëmë duket, ë? Jam dhe nga Malësitë e Përmetit. Po, po të të thash pra. Mirë se erdhe. Mirë. Bledi Bej Frashëri, ë? Ti e vllai anti-orientalizmave. Ikja të Bej. E di, po, zë vendësova thjesht emrin me Nai Frashëri. Ne emrin e Nai e zëmësova me ty gëzuar. Faleminderit. Sa unë kam dhe undën qikë të madhe, kështu jo. E këtë. Mos nga thuaj tani që do flasësh me në tekste. Jo, në asë e madhe, këmba e madhe. I kemi thënë ato, do të themi gjëra të reja. Mirë se erdhe në podcast. Ti ke fol pa fund. Je nga personazhet që mjafton të ftosh në emisione dhe e bën ti programin, nuk e bëjnë ato që fton. Shkojnë në çdo program. Je shumë selektiv dhe të falenderoj. Nuk është vetëm selektiv, por ne të dy jemi gazetarë dhe ne e njohim tregun shumë mirë dhe po ta vësh re, banaqet e darkave janë të mbushur me njerëz që që janë kompetent të gjithçkaje, por kanë filluar dhe rutinën mërzitëse të spektatorët, të telespektatorët e audienca, ajsa tani shumë e kuptueshme për ta kuptuar dhe nga numri klikimeve, por edhe nga mesazhet që nuk thonë. Në qoftë se nuk arrin të bëhesh dot lajm, në qoftë se nuk arrin që të përmendesh dhe të përgojohesh në portalet e Tiranës, më mirë refuzo atë ftesën edhe mos e konsumo veten. Kështu që le të shërbejë si një këshill për miqtë tanë që nuk lënë cep ekrani pa dalë, ka raste edhe 2 herë, 3 herë në ditë. Po, me të njëjtën veshje, nga një ekran në tjetër. Me të njëjtin model slogu. Po, i quajtë banaqe të darkës, e ke fjalën për programet e prime time? Ajsa njerëzve është neveritur herë edhe ekrani televizorit, sepse po ta vësh re, shumica e programeve banaqe flasin për politikë dhe për një politikë të rëndë që njerëzit, jam i sigurt vajza jote lindi me këto banaqe, ka shkuar në universitet përsëri këto banaqe vazhdojnë të jenë aty dhe sjellin një lloj rutinë vrastare të njerëzit. Nuk e rrallë ke programe darke me lajme të gëzuara apo me debate të mirëfillta sociale. Herë ajo që është më shqetësuese shikon edhe klerin fetar, që ka marrë frena në dorë dhe është vënë në konkurrencë të fortë me gazetarët se kush prej tyre do të marrë më shumë klikime. Dhe kleri fetar që na jep mendje se si duhet të vishemi, si duhet të puthim, kë duhet të dashurojmë. Pra, po t'i vësh re se s'dua t'i përmend emrat. Po të përmendun një, Kilpan? Një nga. Kler fetar që kanë kisha dhe xhamia bosh, por dalin ekraneve dhe japin mend se si do të sillemi në jetën tonë të përditshme sociale. Kler fetar që shqetësohet pse dikush bën botoks apo dikush dashuron brenda të njëjtës zgjini dhe po ta vësh re, sa më shumë dhe sa më egër flet kleri fetar, aq më shumë shtohet numri burrave me fustan dhe me paruke. Pra, që kur kleri fetar ka marrë frenat në dorë, frenat e medias, rrjetet sociale, më thuaj, është rritur numri i transseksualëve apo është zvogëluar? O, kjo është arsye? Më thuaj, që kur kleri fetar është bërë kaq radikal, është rritur numri i divorceve apo është paksuar? Më thuaj, numri i prostitutave është rritur apo zvogëluar? Pra, që nga momenti që fjala jote shkon në vesh të shurdhër, pse del? Dhe ajo që është më shqetësuese, po ti studiosh, se mua më pëlqen dhe antropologjia, ose unë personazhet e mi të shkrimeve të mi analizoj me detaje, shumica prej tyre kanë brenga nga fëmijëria, kanë një dashuri të ndërprerë,
me brenda llojit, kanë një pjesëtar të familjes që ka devijuar seksualisht dhe në sy të botës duan na tregojnë që shikoni, ne jemi korrekt, ne të dërguarit e Zotit, se ç'lidhje ka Zoti me rrugën e kavajës apo me lagjen e Akilit, nuk arrit ta kuptoj. Kishe bërë një shkrim për Akilin kur thoje. Unë kam mik. E ke mik? Dhe jam shokuar nga mënyra si Akili ka marrë frenat e familjes korrekte shqiptare. Thua ti se ne vim nga familje nga rruga, nuk kemi prindër, nuk kemi dashuruar kur, nuk e dim çfarë është të duash seksin tjetër. Pra, mi që erdhen këta, Akili, ky hoxha i rrugës Kavajës, s'më kujtohet emri. Dhe këta janë shpëtimtarët. Dhe pse pikërisht zgjodhi Zoti Ahmedin dhe Akilin? Pse nuk më zgjodhi mua dhe ty? Edhe unë banoj të rrugë e Kavajës, po pse pikërisht zgjodhi atë? Është më i bukur se mua? Është më i gjatë se mua, është më i arsimuar se mua, është më i lexuar se mua, më i shëtitur se mua, më aventurier se mua. Pse? Pra kjo lloj hipokrizie duhet të dalë jashtë qarkullimit me çdo lloj çmimi. Shqipëria është një vend sekularist, është një vend ku jetojnë në harmoni fetarët dhe afetarët, ku dashurohen të krishterët me muslimanët, ku han baklava e mish deri e pin alkool nga jugu në veri. Pra ne historikisht kemi qenë një vend hipokrit në raport me fen. Shqiptarët janë një racë materialiste. Po të i shofësh që nga pushtimi otoman nuk paguani një taks, një haraç, dhe çfarë bënin, konvertoheshin nga të krishterë në musliman. Nuk donin të shkonin por një interes të caktuar, po. Çfarë ndodhi? Erdhi Enver Hoxha e bëri të vetmin vend ateist në botë. U mbyllën kisha dhe xhamia, Eduard Trokitën. Erdhi në 90-ta, u bën të gjithë fetar. Dëshmitar Jovaj, evangelist, protestant, katolik, ortodoks, bektashi, sunit, domethënë një kombi vogël që s'ka një identitet fetar. E ke vënë për shembull në shtëpitë tona, në shtëpitë shqiptare ka gjyshja ka emrin Mahmud, mbesa ka Kristina, gjyshja e ka Zyle, babi e ka James, vllai ka Ronaldo. Domethënë që brenda familjes si nuk ka identitet fetar. Dhe kur dalin u lërasin këta klerë fetar për dashurinë që duhet ketë robin ai Zotit, është e tmerrshme. Çfarë duhet mua burokracia? Domethënë, unë nëse do dua Perëndin do marr një herë okay nga Akili apo Ahmedi. Çe duan këtë lloj burokracie? Unë krijoj lidhjet e mia të drejtë për drejtë. Prisje të gjithë jemi mëkatar, të gjithë. A diti ndonjë hoxhë se prift që ka kontribuar në çatinë e një shkolle? A ke parë në një hoxhë se priv me libra në sjetut që ka vajtur i ka dhuruar në një shkollë? A di në një vend ku ka kaq shumë kriminalitet dhe aksidente, a diti në një ligjërat publike të një hoxhë se privi thot, kujdes në timon, besimtari im i dashur, kujdes, semafori me ngjyrën e kuqe thot ndalo. Pra, aman, kur kemi probleme që puthen dy meshkuj, puthen dy femra, dalin të parë. Po pse shqetësohet Akili dhe Ahmedi? Pse shqetësohet? Kush më garanton mua se edhe në familjet e tyre nuk ka të tilla dëshira seksuale? Kush? E bërtitura që bën që del në shesh apo në rrugë. Atëherë çfarë më duhet mua kjo hipokrizi në një vend kaq të vogël? Lërini njerëzit të dashurojnë, mjafton të jenë të rritur dhe me ndërgjegje dhe lëri të dashurojnë atë që duan dhe atë që ndjejnë. Dhe ajo që më pëlqen më tepër është spektakli televiziv mbar shqiptar. Shiko, Kosova se konservatore është. Kosova është një vend që po shkon drejt në mas drejt besimit fetar. Po shkon në spektaklet e Kosovës, nuk ka ngelur pa u puthur burr me burr, grua me grua, tani do fillojnë edhe prezantuesi do puthin njëri tjetrin apo kameramanët. Pra shko çfarë hipokrizie, çfarë dy jete paralele që kemi. Ca njerëz që bërtasin për moralin dhe kur vllikun në anën tjetër që bënamin. Që ti marri me radhë, meqense përmend Kosovën. Ti para ca kohësh u shpalle në ngrata në Kosovë deri diku apo jo? Po, sepse i shava për vajzën. Për vajzën e Ullirit, po. Pastaj të morën. Hapën dyert dhe ishe opinionisti Big Brother VIP Kosova. Ishe me Anita Aradinaj, partneri ti. Shëndesin. Ke ruajtur misi? Uroj ta ftosh në personazhesh. Shumë personazh. Është ndryshe nga ne, ka jetuar të dyja kryeqytetet, Tiranën edhe Prishtinën. Tiranë ka jetuar deri
gjatë luftës, babai i saj ka qenë speaker i lajme në radio televizionin shqiptar dhe pastaj u zhvendos në Prishtinë. Pra, është një vajzë që jeton mes dy qytete dhe na njeh mirë. I njeh të dy realitetet. Nëse do ishe opinionist këtë vit, që të vazhdojnë rrjedhën logjike. Do të isha opinionist me Oltën, po Olta refuzon. Refuzoi Olta që të ishe? Olta refuzon, Olta është pak sa frikacake, kështu që. Refuzoi që të ishe ti në krahët e asaj? Refuzon. Refuzon në përgjithësi? Po, në mënyrë konstante. Tani po të ishe opinionist dhe të shikoje këto dy djemë, Klodin edhe Londrinin? Inshallah të janë 4 edhe 6 djemë me 6 vajza që puten me njëri tjetër. Se kanë diçka të bukur ata të dy. Po, artistike, është e vërtet? Sa dhe Kosova është dorëzuar tani. Po. Të njëjtën gjë ishte në edicionin ton, ne kishim transgjinoren e njohur kosovare. Edona James, po. Unë mbaj mend një herë u kam kërkuar, mbaj mend fillimet që 3-4 javët e para u angazhua ushtria e re e Kosovës për ta vrarë Edonën, sepse e kishte turpëruar kombin shqiptar në përgjithësi. Dhe shoh pas një muaji u kërkova për herë të parë të fundit, shikoja rezultatet e votimeve, Edona kryesonte me televotimin. Ajo që the ti. Kështu që neve vazhdojmë që aty te balkoni kur dalim në lagje të bëjmë moral, por sa mbyllim derën e balkonit shturemi. Ti thua që e kanë votuar më shumë meshkujt, burrat, kanë përshtypjen. Burra, gra. Ose dhe gratë që i kanë parë si model. Një tradita me dyber ka qenë e njohur në të dyja vendet, Shqipëri dhe Kosovë, në gjithë perandorinë osmane, kështu që nuk është gjithë që çudi. Po. Kadareja shpesh e ka përdor në veprat e tij. Sa kur vinte i dërguar i sultanit e pyesin në darkë kur ishte në Han në Gjirokastës apo të Shkodrës, sonde të respektojmë me një vajzë të vogël apo me një dylber, dhe ai në varësi të ndjesive zgjidhte herë një dylber, herë një hanëme. I bënte... Është e dokumentuar. O, Bledi, po si e ka që më dhe hapur ti? Unë jam njeri normal në një vënd anormal, kaq. Ti je normali në këtë vënd, se njerëzit mendojnë që ti je anormali. Janë shumë njerëz hipokritët. Hipokritët. Ata që shikojnë videot nga 2-3 herë. Edhe masturbojnë me ndërisht, jo të mia, po të gjithë njerëzit që flasin kaq. Që flasin kaq hapur. Do festojmë pak sot 20 vitet e famës tënde në Londër? Ti e i pari, biles këshu e do e titulloj këtë podcast. I pari ishte Bledi Mane. Ta dëgjojnë çunat e Londrës. Po, ti ke qenë i pari, e ke thënë edhe vetë në një status. I pari para Dua Lipës dhe para çunave të Londrës, shtëpive të barit të tjera. Akoma s'kishin arritur çunat e Londrës. Unë bëra atë që se bën dot askush edhe sot, me iniciativë dhe me vullnet u largova nga krimi, se kur flet shqiptarë për krimin presin në një mashkull me tatuazhe, me dhelpra dhe me tigra, edhe që trash zërin. Kujtojnë se krimi shu kaq shablon, sa frenohen në Tiranë, hap xhamin shaj dhe ti je kriminal. Pra, unë prej vitesh kam qenë në mënyrë të pavullnetshme pjesë e krimit të kohës, gjë që më në fund arrita të shkëputesha dhe fal medias, sepse në organet, qoftë policinë britanike apo shqiptare, të haroj që do të merrje ndihmën e duhur. Kështu që u detyrova dhe është intervistat e mia në të famshme The Sun. The Sun, po. Sa tim kishe dalë aty? Unë, se s'jam në mirë akoma, kafshën e dohur. Po detyrimisht është shumë i vogël edhe isha më çliruar, sepse isha dhënë vetes detyrë që do filloja një jetë të re dhe gjithmonë gjërat e reja kanë vështirësitë e tyre. Po kush ta çoi në mendje këtë gjë që ti të merreshe me trafikim? Të paktën ashtu thuhet tek ai titulli The Sun, 1000 persona trafikuar këtu. Unë jam më i madh se ty dhe jam nga adoleshentët që përjetuam të dy epokat. Po, e di ka fituar shumë. Ëndra jo më e madhe ishte mbas viteve 90 që ti të shkoje në perëndim. Dhe me çfarë lloj mënyre do shkoje, me çfarë lloj çmimi, kjo nuk llogaritet fare. Ne kemi njerëz që kanë dhënë jetën me ze, kanë kërkuar të ikin nga Vlora apo Durrësi në Itali. Njerëz që janë vrarë në kufi, njerëz që kanë humbur dhe ende nuk i gjejnë. Pra, ti nëse përdori një pasaportë të falsifikuar, kjo ishte gjëja më me shkollë, më me edukat, mirë po jo çdo njeri e kishte atë fat, sepse më vjen keq ta them, por shqiptarët erën nga një regjim fukarenjsh
që e tregonin edhe në paraqitje. Kështu që të përdori një pasaportë zviceriane, franceze apo italiane, të paktën do kishe ca tipare më të hajit. Shqyr zoti unë adoleshent i kisha dhe i kisha më të lehtë për të hequr si një francez apo si një italian. Dhe çuditshmja ishte që unë kam përdorur një pasaportë falso italiane, po nuk dije italisht. Vetëm ta shprehin ciao, come stai? Të njëjtat di akoma. Po të ndikon ndonjëherë edhe paraqitja, gjë që nuk dyshoja nuk flisnim për epokën digjitale, që ti do vije gishtat apo fotot, apo ishte një pasaportë e falsifikuar në mënyrën më skandaloze. Më skandaloze dhe prap t'ia dole. Domethënë, kjo historie ime u bë shkak që unë fillova pastaj të angazhohem nga grupet kriminale të Tiranës dhe në mënyrë të pavullnetshme dhe herë dhe të dhunshme të filloj të ndihmoj njerëz të emigrojnë jashtë. Ndihem krenar sepse kam ndihmuar njerëz, individ, familje, të cilët sonte janë qytetarë të denjtë të atyre vendeve dhe më beso, ja fjalë vërtetë, dëgjove? Më beso që unë asnjëherë nuk kam zgjedhur të ndihmoj krimin, prostitucionin apo politikën e korruptuar. Ata që kam ndihmuar unë janë njerëz që vërtet e meritonin të iknin dhe sot kontribojnë për të dyja vendet. Kështu që u pasurove atëherë? Jo. Jo? As kam pas ndonjëherë qëllim në jetë të pasurohem. Pasuria ime është udhëtimi, organizimi festivaleve, një gazetar radikal që sulmohet dhe dashurohet. Që sulmohet dhe dashurohet dhe Plank Prishës, kështu ke qenë që që i vogël. Apo i vogël ishe pak më i urtë? Jo, këmbë e urës, kam qenë vetë. Këmbë e urës. Pyetur përmetarët e vjetër, thonë ai i vogël ideali i Ahmetit është. Po të thuar po pse? Nuk e gjen dot një arsye. Nuk e gjen dot pse, ë? Se ishte një kalamaj që shkonte në bibliotekë, luante basketboll, rinte me goca, me çuna, organizonte parti jo disidencë, një kalamaj që ka qarë për Enverin, ka bërë poezi për Enverin, por në vitet 90 shkoi te PD-ja me vrap, sepse unë u ri dhe ndjeu që duhet bënte ndryshimin. Kaq. Pastaj nga PD të pam që sikur u pozicionove tek e majta shqiptare. Jo, s'jam pozicionuar te majta. Apo thjesht nga estetika e punëve të së majtës, por nuk më pëlqen hajdutëria e së majtës. Por në raport të majtës dhe të djatës, te e majta ke hajdut me kollare, te e djata ke vrasës dhe hajdut. Pra mëkati, pesha e mëkatit rëndon më tepër më fal djatas. Deri tani nuk dim në një ministra kryeministri që ka vrarë te e majta. Dhe nuk dim në një kryeministri që ka rrahur gazetarët. Unë personalisht i kam përjetuar gjërat. Domethënë, si një kritik i jashtëm për familjes Berisha, unë kam përjetuar gjërat në kurrizin tim. Dhe unë ndajem kundërshtari i Berishës, sepse nuk doli kur një herë të vetme të kërkonte falje gazetarëve. Ka djegur redaksi gazetash, ka dashur të mbyll redaksi televizionësh, gjoba e famshme Top Channel, ka rrahur gazetarë dhe një nga ato jam dhe unë. Ca kolegja ime të 21-shi ishte kështu, ishte pritsa dhe përcjellës e të fortëve nga Kamza, nga Bathorja, nga Shqupi. Je kërcënuar apo dhe ke rënë pre dhunës? Jam kërcënuar, kam rënë pre dhunës, kam ushtruar dhe unë dhunë ndaj dhunuesve, u kam dhënë një mësim të mirë. Kështu që kjo është arsye që unë jetoj në Tiranë dhe vazhdoj të eci rrugëve më këmbë pa frikë, sepse mund të kisha ikur të kërkoj azil diku tjetër në çdo vend të botës. Atë kam menduar, si nuk ke frikë ti, Bledi? Se ti? Dëgjoj, aftësia se unë e them shpesh sa njerëzit thonë, "Më na çuan me këtë burgun." Burgu të rafinon. Dhe burgu të rri psikologjikisht dhe ti atë frikën që mund të kesh ndaj teje, po je Zoti e përcjell te pjesa përballë. Pra mënyra jote e komunikimit, shtrëngimi i dhënëve, paepuria, pra të gjitha këto të bëjnë që ti vësh poshtë ata që kanë ardhur të vënë poshtë. Pastaj ka meselera të ndryshme, e mbron Rama, ka vllajnë të ambasadë amerikane në punë, edhe histori të tilla që të bëjnë të japin një lloj prudence. Po, ti ke qenë në Burg në kohën që ta që janë sot, as se kishin menduar që mund të ishin në Burg. Ka qenë një ironi fati se në 2019, kur unë ndihmoja në fushat elektorale Erion Veliajn, Bena Metajn, Lat Kostën, Anastas Angjeli në qarkun e Gjirokastës, sepse atëherë punoja në Bashkinë e Përmet, dhe u thosha, nëse do vini në pushtet, ju lutem më ndihmoni me një vend pune. Çfarë do? Të gjithë prisin dogana, zvendës ministri, thosha më çoni te drejtoria e burgjeve.
sepse unë kam qenë në Burg disa herë. Unë dua të shkoj atje për të thënë burgaxhinjve atë shpresën që ti kur të dalësh jashtë, rehabilito veten dhe ti bëu dikush në jetë, pavarësisht dramave që ke kaluar. Dhe të gjithë qeshtin, mundoheshin të bënin sarkazm, thoshin je i çmendur dhe në fund më thanë që fatkeqësisht e mori lësia atë pozicion, ne nuk të ndihmojmë dot, por fatkeqësisht drejtori i burgjes u bë krushku im, Turzoto, i cili përfundoi në burg. Pra drejtori i përgjithshëm i burgjeve përfundoi në burg. Qofse do ishte Bledi Mane në krye të burgjeve, do jepte dimension tjetër sepse i njoh sistemin nga brenda. Bledi Mane kur ka qenë në burg ka ngritur revistën e burgut, është botuar revistë në burg, por kthehej nga letërsia irlandeze, angleze, kuriozitete, bënim debate dhe ishte koha kur burgjet s'kishin as xhama, as internet, ishte ajo supa e famshme e burgut që ti po të gjeje 2-3 kokra fasule në të nxjerrë, ishte me fat. Dhe ishte koha kur kriminaliteti ishte më brutal. Pra ti mund të përfundoje i vdekur në qeli me briskun që qëroheshin frutat. Pse? Sepse bëje një debat me një kriminal dhe i argumentoje debatin shkencërisë, por ati nuk i bindej truri dhe atëherë të kundërshtonte. Pra, duke njohur sistemin nga brenda, unë do t'jepja kontributet e mia. Natyrisht, ata para me, ose këta që kanë qëllime të tjera për të vazhduar për të vjedhur me tenderat, me brekët, me çarçafët, me ushqime, kështu që vazhdojnë të gëzojnë burgjet që kanë. Jeta e burgut të ndryshon? Ty të ka ndryshuar? Çdo njeri që punon në burg e bën më trim. Më trim? Ka një 2 minutë të frikshëm. Është ajo perdja blu që bie ti s'ke më, sepse thua ku do përfundoj në burg, po unë isha disa. Po kur të ka ndodhur shpesh këtë minutë që pas ti dole nga burgu? Në një Ford kërcënon në rrugë. Unë nuk iki si gazetarët e tjerë. Nuk shkuaj, u çudita se pash Osman Safën e kishin kërcënuar. Kërcënuar me mesazh në Facebook. Anonim. Dhe thash, o Zot, po unë që ma nga 30 kërcënime, unë duhet rrihet e dera e spakut dhe të bëja vetëm kallëzime. Edhe i them Osmanit, ma dërgo mua atë kërcënim ta vendos te rafti i kërcënimeve. Sa kërcënime ke numëruar? Më shumë ke marrë letra dashurie apo kërcënime? Jo, kërcënime. Po jo, edhe kërcënimi në vetvete është një lloj dashurie e pa deklaruar. Të gjithë, se nuk, edhe mënyrë si them, do të vras, është epsh së brendshme që nuk ta thot do të dua, po ta gjen një mënyrë tjetër që ti po e Zoti ta kuptosh. Ka një pasion brenda, po. Vrasësit në përgjithësi, po ti shohësh vrasjet e përgjithësi në Shqipëri, mentaliteti mesatar kanë pasion. Po ti vështre që nga vrasjet e adoleshentë deri të rriturit, ka një lloj feeling që nuk e thon dot e njëri tjetri. Pse grupet kriminale e nisin me 20 veta bandën dhe përfundojnë të 2 të fundit dhe këta pasaj vrasin njëri tjetrin, gjas me përprishje pazari. Po pse u prish ky pazar, ti vazhdosh si drogën ditën tjetër, do vazhdosh fitor se ke klientel. Është një lloj kuraje, sepse i trëmin klerikët fetar, thonë, "Hey, do të vrasi Zoti", a kupton? Dhe Zoti është Ahmedi dhe Akili. A kupton ti tani çfarë drejgjeje arrim kur shikon vajzat e djem të edukuar, të kalkuluar, të pasur apo të varfër, po me mendjen plot dhe stepen kur dëgjojnë këta i thonë, "Hey, familja jonë e shenjtë." Ndërkohë që familjet e tyre s'dua të flas më tepër. Edhe pse e bëjnë këtë propagandë? Sepse gjithmonë klerikët tanë janë materialistë. E para janë hipokritë dhe e dyta materialistë. Gjithmonë fshihet një justifikim. Këto video, këto takime, këto ballafaqime çohen diku tjetër te donatori për treguar që ne jemi konservatorë, se që me ardhin e Trumpit ka plasur moda e konservatorizmit. Ne jemi, shifja kush flet për familjen, i ke o të divorcuar, kur që janë kundër emigrantëve, me gra emigrante, kush flet kundër, kush është homofob, o kanë histori dashurie në jetën e tyre, o kanë në një fëmijë gay ose lesbike, ose nga në një breng një lloj dashurie që se shprehin dot, se në përgjithësi mbas 50-60 vjetë fillojnë e lëshojnë veten dhe duan ato gjëra që si bën në rini, duan t'i bëjnë tani me çdo kusht. Ke ndonjë emër konkret? Emër. Kush mund të jetë kështu? Njëri publik që përveç këtyre dyve, Ahmetit edhe Akilit. Po tani ke Adriana Kalan. Tani po. Nga tani dhe ku ta mbaroj.
Po. Është një që bën shtanga, një gocë. Kam debatuar një e vogël nga Kruja. Pse s'jam banë mund emrin? Jo, sinqerisht. Dorina Mema. Dorina Mema. Po. Këdo tjetër. Më thuaj një emër. Më thuaj një... Kush janë? Këto i quan moralisti. Shifa kush bëj moralisti, po ti gërvisësh pak, hapet plaga si një vulkan, shumë e madhe. Altin ky i Soros, i lufton Soros. Altin Goxhaj. Pa ku tani, ish punonjë si Sorosit? Apo njeri që s'ka put një femër një dhe vetë? Kupton ti tani kush flet për familjen apo homofobin? Si mund të dëgjoj unë tani, ose moshatarët e mi, ose shokët dhe shoqet e mia këta lloj njerëzit? Dhe pse kanë mbetur të vetën e të izoluar? Se këta numërojnë klikime, nuk numërojnë njerëzit aty te protesta dhe te mitingu. Nuk numërojnë impaktin që kanë te publiku. Në një vend europian si Shqipëria, ku argëtimi është primar, ku njeriu nuk e lë dot pa dërmiun, nuk e lë dot pa bllokun, nuk e lë dot pa Instagramin, ti të bën moral, po s'të dëgjon njeri, të shikon në TikTok, bën një koment, e kthe në gallat dhe aty, ja fusin gjumi ditën tjetër, çojnë me energji tjetër, kështu që. Kjo është. Jemi në rregull bashkë. Jemi shumë në rregull, gëzuar njerë. Ta ngren për këtë ngren. Klerët fetar të zbresin nga qielli në tokë. Pastaj në qiell është vendi vetëm për një njeri, për një superfuqi. Jo. Pastaj kur ata pretendojnë që pasi do ndërrojnë jetë, do ikin nga kjo botë në qiell dhe shkojnë. Kështu që le të zbresim në tokë për momentin e të shkojnë kur duhet, apo jo? Për të shkuar kur në qiell. Ditë ndalojmë pak edhe tek burgu, mbaj mend atëherë kur ti ke qenë në burg, ekzistonte kështu si Cila nga herët e burgut? Po, më duket se në fillim nga vitet 2000, pas viteve 2000, po? Atë kohë mbaj mend, edhe në rrethet, ç'a ishin në rrethe gazetaria atëherë, qarkullonin dy thashë theme që ty të vinte të takonte në burg një mami e burg, Melisa? Po, isha në një lidhje. Kishe lidhje, ndërsa Alburia dëgjonaj shkonte takonte mentorin. Këto ishin dy çiftet. Me mentorin kemi qenë në një sektor. Vërtet? Po. E ke njohur? Po, kem bërë biseda me gjithë grupin e Koqiut. Të arrestuam për se do sillnin në Shqipëri një linjë kokainë, ka qenë ato durda, bërballa, po. Le me njërin prej tyre jeton në Amerikë, flisim dhe anglisht. Kështu që si ishte dashuria nga brenda burgut? Nuk kur përfundon në burg, pastaj dashuron jashtë edhe trungjet e pemëve, edhe objektet. Domethënë çfarë është jashtë burgut ti e do. Sidomos këtë vëre kur të hipin te furgoni i famshëm në burgje dhe shkon drejt gjykatës. Ajo distanca sado e vogël mund të jetë, ti je si një kalamaj i vogël që varesh te kangjëllat e dritares furgonit të burgut dhe shikon me vëmendje çfarë ndodh në qytet. Pra janë dy jetë që njëra të mungon, me borijet e makinave, me njerëzit, semaforët, dhe ti kur ke kohë të gjatë pa dalë në jashtë, kupton dhe kush është tendenca e qethjes, ose si janë veshur femrat. Tirana atëherë po përjetonte një ritëm të jashtëzakonshëm. Ti e kishe lënë fasadën e një pallati për i bre dhe kur kaloi mbas 2 muaj shikohet sa ngjyra të çuditshme. Mirpo ne atëherë nuk kishim as gazeta, as televizor, as radio në burg. Telefon jo, domethënë vetëm gjëra ishin librat dhe ti në raport me botën e jashtme ishte tashetemet e gardianëve ose familjarët kur vinin të takonin. Kështu që burgun natyrisht nuk ja uroj asnjë njeriu, por duke qenë se tani ka dalë në modë, shkofshin të gjithë mëkatarët për ta bërë, për t'i dhënë vlerë lirisë që abuzojmë çdo ditë dhe si shpagim ndaj mëkateve të tyre, ndaj makutërisë së madhe të vjedhjeve që ka plasur në këtë vendin ton të vogël. Po, do shkojmë, po a do i lajnë të gjitha mëkatet aty? Apo thjesht do shkojmë pak dhe do dalin të palagur? Mbaj mend Ilir Beqen një ditë në blog dhe unë kam një histori të trishtë me Ilir Beqen.
gjatë kohës që mu refuzua që unë të punoja në drejtorinë e burgjeve, i kërkova Ilir Beqës në 2013 që të më bënte një lëvizje paralele nga Bashkia e Përmetit, që isha drejtori i kulturës dhe i turizmit, ku hapa për herë të parë zyrën e turizmit, të shkoja për 6-7 muaj drejtori i Spitalit të Përmetit, ta lyje, ta rregulloja, që ende edhe sot nuk është bërë asnjë gjë, dhe në telefon marr një përgjigje. Unë, se sa po ishte bërë ministër shëndetësisë, mos i bjerë më telefonit, sepse unë nuk çoj drejtor spitalesh burgaxhin si ty. Dhe pavarësisht se më lëndoi, e mori përgjigjen me rob shtëpie, me të gjallë, me të vdekur, dhe unë sa rastisja në rrugët e Tiranës e përndiqja. Dhe Ilir vraponte. I përndiqje për çfarë? Do t'i thëjë diçka? Më lëndoi, po jo, ja thosha, edhe në televizor ku më ka dhënë rasti, dhe tani e përshëndes qofse do na shofi nga Qelia, 69 ku e kam futur, dhe sepse mënyra e komunikimit ishte shumë brutale, shumë vrasëtare. Edhe arrogante, edhe... Po, dhe i kam thënë... Edhe si përfaqësore, takimi fundit para me, dhe i kam thënë, ti do përfundosh në burg në moshë të madhe, ndryshe nga unë që përjetova në rini e mora si aventurë. Dhe burgu në moshë të madhe është një vdekje për së gjalli. Pra kush shkon në burg mbi 40-45 vjeç, del i shkatruar. Nuk po a them këtë për mëshirë, por mendërisht, shpirtërisht, fizikisht, del totalisht i shkatruar dhe kurrën e kurrës nuk e për ta marrë veten. Kështu që kush na dëgjon nga këta të pafuturit, nga këta të pafuturit. Kemi ndonjë emër? Kemi ndonjë emër? Çfarë përfitet? Kemi majtas dhe djathës, ke gati 60% majtas dhe 40% djathës i ke. Tani ndryshoi edhe kreu i Spakut. Çfarë komenti ke për kreun e ri? Është nga skrapari. Është nga skrapari? Unë bëra një postim, ikë Dibrani, erdhi Skraparliu, kështu që ta vëm në provë. Një vërejtje estetikisht lëmë për dëshiruar gjithë prokurorët e Spakut, ndoshta justifikojnë me punën. Që nuk vishën mirë dhe nuk pahen. Statusin e fundit unë ja bërë Altin Numanit, më ka pëlqyer për 2 gjëra, që kur nuk shkoj te Fevziu në studio, dhe vazhdon të qete me 3.000 lekë. Po, e di, e lexova. Dhe uroj që, sepse shumë herë zyrtarët publik shkonin dhe i dorëzoheshin Fevziut. Nuk po them që mos shkoni te Fevziu dhe hajde te Klodje, por ishte bërë bajate. Dekretoi një ministër intervistën e parë te Fevziu. Betoi Bujar Nishani si president intervistën e parë te Fevziu. Josefina te Fevziu. Ministra socialist Rama që ka qenë 500.000 herë te Fevziu. Pra, shqyrëzoti media tani është bërë pafund, ka portale dhe podcaste, më mirë zgjidh një podcast se një media modeste, simpatike, dhe do ketë më shumë vlerë fjale se sa të vesh aty te Fevziu, te mësuesi i gjuhës dhe i gjuhës shqipe që nuk di të shkruaj gjuhën shqipe, dhe të varësh veten në kandarin e pyetjeve të tij. Domethënë janë ca emra të përveçshëm që koha i ka lënë mbrapa, pavarësisht hapësirave të mëdha publike që kanë pushtuar. Një nga këta është dhe Fevziu, me ato emisionet e veta, tema 2 pika. Qeveria e re, Rama 4, si në artimet tonë. Ka ndonjë histori që fshihet pas këtyre komenteve të vazhdueshme të tuaja për Fevziun? Domethënë nhiheni bashkë ose unë e luftoj me mediokritetin. E luftoj në mënyrën edhe ignorancën njëkohësisht. Kështu që nëse do më thuash këdo burgosësh një hajdut apo një ignorant, patjetër ignoranti do ketë sentencën më të madhe të burgut. Fevziu është një nga ata. Duket do një njeri që ka shfrytzuar hapësirat e duhura të pushteteve, mos haroj që në vitet 2005-2013 Aleksander Franga dhe Blendi Fevziu i vendosin në rresh ministrat. Sonte ne jemi përballë Toptanit, që është një nga pronat e vjedhura nga Fevziu. Qofse ti e gërvish pak dhe heton, Fevziu do jetë aty tek parada e gazetarëve të Spakut, për cilët mund të flasim pak më vonë, me ata 30 budallënj që na turpërojnë profesionin. Si mund të ri Robi 12 orë, si mund të ri Klodi dhe Anila 12 orë të presin se do kaloj një zvëndës kryetar bashkie nga Thumana. Çfarë gazetari është ajo? Pra ti shkon,
Po më thirë, a ka zyrë shtypi Spaku? Qa po bën Olta Iqimi? Deklarat për shtyp, sot të paraqit në zyrat e prokurorisë speciale, filan zyrtar, për këtë akuzë, kaq. Pse ti ri 12 orë aty? Pse vret kohën fizike? Në dimër, në verë, është poshtëruese për profesionin. Të më thot mua Manushi ri 12 orë, s'ka shans, Manushi dhe kushdo tjetër. 12 orë. Këtë e ka menduar edhe unë, nuk e gjej dot kuptimin, seriozisht. Më thuaj një ministër që ka përfunduar në burg nga një investigim gazetares, zero. U mundua në Erion Veli në senatorët, u arrestua për veshjet e gruas. Zero. 12 orë. Si mund të rinë 30 kameraman dhe 30 gazetar, çfarë bën gjithë ditën? E para një konsumojnë lek, se do kafe njeriu, do ujë, do byrek, nuk po them se anë sushi, apo jo. Si mund të rinë dhe dalin këta, Bashkimi Evropian i dha çmim Klodi Lalet, çfarë çmimi, moj s'është gazetaria jo. Për nenet e kushtetutës, Klodi nuk vjen në shkollë. Se e di që do dëgjoj këtë, do i bjerë telefonit prapë. Nuk vjen në shkollë, në gazetari, mungonte. E drejta kushtetutës na jepte ky mediokri Nazarko, që s'kishte lidhje, hajtë më çfarë t'i bënim, por ne shkonim të pak të shkëmbenim dy debat. Të pi pak. Që pi po mos bë tap. Pi dhe ti pak. Tani u kurdise, tani. Jo, më së kurdise. Në një emision televiziv i ke quajtur në Katar edhe gazetarët e kronikës edhe gazetarët e politikës. Në një farë mënyre. Mbamën në vitet 90 doli ajo shpreha kur rrëzua komunizmi, të gjithë bashkë fajtor, të gjithë bashkë vuajtës. E njëjta gjë edhe me këtë. Dhe ndodh ndonjëherë që gazetarët e kronikës marrin lajmin në mënyra ekskluzive, sidomos nga zyrtar policie ose prokuror të posaçëm, dhe kur ndodh pasaj gjë më, atëherë fillojnë ulërasin. Pastaj bëhen vetë objekt dhe ose subjekt hetimi, dhune, kupton, se delirojnë, fluturojnë që ja shikon, unë lajmin e parë, ai lajm nëse ti nuk e dhe në 15, në 17 minuta do ta gjej manën patjetër. Patjetër, sidomos populla Fazan, lëri çfarë thon këto, prokurorët e Spakut kanë roje, kanë garda i shoqëron, familjarët e tyre, po gratë e prokurorëve nuk flasin me shoqet, po gratë e prokurorëve nuk shqetësojnë natën kur burri djersi në krevat, kur burri në kryen, po djersi nga ankthi, nga pesha e mëkatit, nga sedra, ky burr që kthehet gradualisht në impotent, se o ke mendjen o te dosjet, ose te jeta bashkëtorë. Kështu që nga momenti që ti, si te filmat e Ali Xhiçi, edhe marrëdhënie seksuale e kryen me roje nga mbrapa detyrimisht. Këto gratë e prokurorëve nuk e shpërndajnë tash të themin, këta vëllezërit e prokurorëve. Dashnorit e prokurorëve. Ose të dashnorët e prokurorëve, apo kemi arritur në atë fiksa të ketë me të dyja gjini. Me të dyja gjini. Ky vendi jonë ka qelibar. Që ta dish, kjo ishte vetëm hyrja e intervistës sonë. Unë jam gazetari që flasë e shkruaj, kështu që... Tani do fillojmë nga Përmeti, aty ku ti linde. Kam lindur në Frashër. Në Frashër të Përmetit. Ndaj e nisa me vëllezërit Frashëri. Çfarë është ajo zonë aty? Malori? Çfarë ishte? Ishte dhe është. Apo ishte kur linde. Pse tani nuk ka lidhje fare me atë çka që, no? S'ka mbetur gjë. Më duket 2 shtëpi, 7 banorë. Kështu që ka mbetur emri i madh edhe asnjë gjë tjetër. Po... Për ironi të fatit, as qeveria nuk e vuri te 100 fshatrat. S'është vendosur te 100 fshatrat? I tha Mirela Kumbarës, nuk na dëgjojnë, ndoshta edhe ndjesia vet. Si ka mundësi? Zona Malore i vetëm për namin që ka ai fshat. Ndoshta në ditët kur ne do angazhohemi me politikën, atëherë do ja kthejmë vëmendjen Frashit detyrimisht, po të mbaroj kjo faza e hajdutërisë. Të pastrohet majta zgjatët, edhe vinë ca emra të rinj më pak mëkatar. Përmeti ka nxjerrë shumë emra në fakt, jo vetëm Frashëri, por edhe Përmeti. Kë ke atë njeriu që ti vërtet e vlerëson në maksimum nga këto emrat e njohur që janë të gjallë, them se. Unë në gusht shkova në Egjipt dhe rizbulova shtëpinë ku ishte lindur Tefta Tashko Koça. Nëna e maestros së madh Eno Koça. Me origjinë nga Frashi i Përmetit, një familje patriotike dhe ishte vendi ku mblidhej në fillim të shekullit kaluar diaspora e vërtet. Babai Teftës ishte një nga patriotët e mëdhenj që ndihmonte edhe financiarisht
që nga Fanoli, Çajupi dhe adhetarë të tjerë, një nga ata aristokratët e rallë që s'besoj se vjen përsëri përmetit, por me djegjen e Frashit nga andatët grek në vitin 1914, shumë familje aristokrate u zhvendosën në Egjipt, në Greqi edhe në Korçë. Korça ka një diasporë të madhe përmetare dhe një pjesë e tyre pastaj erdhën në Tiranë. Ajo që më pëlqen kur zihem her pas here me tironcit është sepse deri më tani nuk kam gjetur një përmetar që ka pushtuar një tokë ose një pronë në Tiranë. Dhe përmetari i parë që vjen këtu në vitin 1920 e ca është i madhi Mitat Frashi, që hapi këtu afër nesh te rruga e Barikadeve librarin Lumo Skëndo. Pra, përmetari i parë erdhi dhe atë pronë që mori me qira, Bëri librari. Nuk e bëri vile dhe... Po tregojmë që krajinis nuk është shenjë mirë, sepse njerëz të mirë, të bukur, të dashur ka nga Tropoja deri poshtë në Frashër apo në Konispol apo në Po ti je i dashuruar me përmetin dhe duket angazhimi yt në disa projekte apo jo? Unë bëj këtë për treguar dhe miqve të mi se të gjithë ne kemi një origjinë nga vim. Po shikoj emra të përveçëm që kanë në dorë shumë gjëra, kanë në dorë para, njohje, lidhje dhe nuk bëjnë asgjë për origjinën e tyre. Për shembull, ke dëgjuar ndonjëherë të flasë Mira Kaxhani për matin, për burelun? Ka shkuar ndonjëherë Mira të organizojë një fest? Po Fevziu, ja di origjinën ti? Po Sandër Frangaj nga Lezhë. Fevziu është Kolonjë, po Gradec, Lushnjë, Tiranë. Nga Lushnja ka thënë ai. Dhe ke parë të shkojë të bëj më thuaj një emër tjetër, artisti ose gazetari ose të shkojnë atë, po e kam përfyre me idenë që viti 0 është kur ata erdhën në Tiranë, viti 0 është kur ata dolën në televizor. Po ky është fenomen i gjithë njerëzve të famshëm. Shkova në përmeti e ka të namin e mirë. Ndonjëherë thonë dhe përmetar të butë që unë e urej vetëm të butë, jam përmetar. Po pra, tolerant. Edhe unë e urej, tolerant po të butë. Mos jam i butë, jam tolerant njëherë, 2 herë, 3 herë, pastaj filloj dhe unë me atë timet. Por një mesazh dhe për të gjithë, shkoni. Klodi Lala ka vajtë ndonjëherë të bëjë një fest tek Kala e Dodës. Artan Hoxha ka shkuar ndonjëherë në Skrapar të bëjë një festival filmi ose botim në një libër, më thuaj një emër të përveçëm. Ose këta që shkojnë në Big Brother, e përmendin në një origjinë? Olta, në Durrësin e saj, megjithëse nuk thaja me origjinë nga Kavaja. Është nga Kavaja apo? Origjinë nga një fshat i Kavajës, po këta i trëmë e kaluara, se u del në një kushuri me perçe ose në një me fustan folklorik, edhe u vjen dorë. Pse do më vjen dorë mua që jam 1.93 i gjatë? Edhe ti gjithmonë kur je gjatë, jo, do të jesh i shkurtër, se ke provuar, e lodhur. Çfarë thua? E lodhur. Çfarë duam më tani? Tani inshallah më konverton Perëndia, gjithmonë ti kërkon atë që s'ke. I papar mirë. Në qoftë se do të duhet të pije një gotë verë me Vask Curin ose Arjan Curin, këtë do të zgjidhje, se janë edhe në një fis ato të dy. Vaskën, s'krahasohet Vaska me Arjan. Po pse, Vaska këndon, por nuk është se është një natyrë e bisedës, ndërsa me Arjanin ti mund të bisedosh. Jo, Vaskën duhet ta njohë. Vaska është folklor, është qytetari, është muzikant, është babaxhan, ka qenë zjarfikës. Vaska ka bërë më shumë punë publike të dobishme, ka shpëtuar jetë, ka fikur zjarre. Arjani çka ka bërë? Ka qenë dhe shofer dhe zjarfikës. Çka ka bërë Arjani? Arjani çfarë? Të duket i zgjuar Arjan Curi? Arjani si nxënësit e dalluar në bankën e parë, që e mëson përmendesh dhe e thot kaq. Arjani e kam pasur në shkollë në Përmet, e kam thënë gjithmonë një djalë i bullizuar që tani po mundohet të hakmeret ndaj personave të gabuar, kështu që veç kur thot studentët e mi më shkatron fare. Se janë dilemë, ku e ka bërë shkollën ky djalë? Se unë e kam lënë prift, e kam lënë te Kori i Kishës në Përmet. Te Kori i Kishës? Po ai thotë e ka bërë në Gjirokastër, pastaj mund ta ketë bërë në Greqi? Nuk e di. Ka qenë Kristali atëherë, se ca kohë u hap dhe në Përmet. Kështu që u hap Kristalin në Përmet. Po. Vinin gjithë çunat e Lazaratit, blinin diplomën. Po deklaratat e tij si do duken? Për dashurinë që nuk ekziston, për Njerëzit që nuk dashurojnë bëjnë deklarata dashurie. Njerëzit që dashurojnë bëjnë puthin, dashurojnë, kryejnë marrëdhënie, s'ka nevojë ta komentojnë. Që nga moment e mbam para 90-s, ti ke qenë e vogël kur thoshin ky person është qeflli, është ashik.
Dhe inde pina të tekin e rakis vetëm, gjuan në mënyrët e vetë, dhe ku se komentonte. Tani, gjithë quna këtë, e kam pas unë, këtë, unë, edhe këtë te kati tretë, unë, atë te kati katër nuk e doja, ndodhë si te nata me ënë e kadares, që doli në fund, doli e virgjër, dhe pune. Kush bën nuk komenton. Është shumë personale, ajo është ndjesi shpirtërore, mendore, seksuale, se ti nuk e shpreh dot. Si ti thuash tjetrit, që domthon ajo ka një puthje tipike, ti do ta mbash për vete atë gjë, sepse sa më e fshet, aq më jorse është. Imagjino të ishin njerëzit, të dilin njerëzit nuda, në gjitha qytetrimet, nuk do ishte seksi kaq mitik sa ç'është tani. Shko në plazh nuda, nga vajt në Brazil dhe ika me vrap, thash jo, s'është për mua. S'është për ty, po ti kishe thënë ka ardhur koha. Nuk i ula brekët. Po, sepse ata kanë kaluar fazat, ne se kemi kaluar. Shqipëria nuk ka kaluar një revolucion të mirëfill seksual. Kur ne nga Pershet dhe Ametzogut kaluam te Kurvlliku 90-s, shitëm gocat në pa u kënaqur ne me gocat tona, ne i quam i shitëm në Itali. Pra, ja, je shumë i zgjuar përfundimisht. Më i zgjuar unë apo Arjan Curi, apo Vaskturi. Të dy i njoft, të dy i dua, por ndonjëherë Arjani tregj dhe veshin. Se ka periudhën e vet delirimit. Lëre. Si Klodi, si Tani, si ky Karamuço, edhe Arjani. Do fluturojnë, do këputet një bish, do zbresin në tokë. Do këputet një bish apo një krah? Njëri bisht. Po, se ka një parë, një mbrapa. Hyrja jote në televizion. Si nisi? Të tregoj një sekret. Fillimin fare dua. Në Top Channel, jo për mburje, nuk e kanë thënë ndonjëherë, janë dy njerëz që kanë dalë të parë në televizion. I pari ishte mjeshtri profesori Mondlako, ai që bën kryevepra me Grinin, nga kohët e Portokallit, dhe e dyti jam unë. Të tjerët janë pas 90-s. Unë kam qenë një fëmijë aq rrugaçi prap dhe i zgjuar sa 2 herë në vit unë dilja në televizor, në radiotelevizionin shqiptar. Ose te festivalet e fëmijëve, ose në konkurse, ose në programe të ndryshme. Kështu që unë 2 herë në vit e kisha taksative që do vija në Tiranë ose vinte televizioni nëpërmet. Kam qenë në programe me Marieta Ljarjen, në konkursin Të njohim vendlindjen, kam qenë me motrën e Neritan Liçajt, shkrimtaren e njohur atëherë quhej Elvira Gjezi, tani ishte Elvira Dones. Kam qenë një program shkëndijat e para, dhe unë isha nga letërsia. Pastaj kemi qenë te lidhje shkrimtarëve të Rrugë e Kavajës, një fest për shkrimtarin Nonda Bulka, dhe për herë të parë pash drejtoria Gollin nga afër. Edhe i kam ndaluar, i thash, unë kam bërë një poezi, e gënjeva, unë s'kisha bërë asnjë poezi, dhe aty për aty e sajova diçka. Poezia ishte kur gjithmonë pyet veten, kur të rritem, do bëhem si lumi i Devollit, apo do bëhem shkrimtar që t'i ngjaj Ismail Kadares ose drejtoria Gollit. Ishte një kështu bejti, të them, e sajuar aty. E mbaj mend e vendin, se tani është OMN-ja e famshme aty, shkallët kryesor kur dile jashtë, dhe unë shkëputa, po dilte turma e njerëzve, familja e Nonda Bulkës dhe këta shkrimtarë artistë, dhe unë që shkëputem nga mbrapa, i dal para dhe sepse kisha recituar brenda, dhe dola para dhe më kapi kështu nga faqja më përkëdheli, i thash, unë jam filani, prezantohet, po tha të ndoqja, recitoj shumë bukur me këto formalizmat, po unë s'doja të formalizm, doja të tregja vëmendja. Dhe kur ka ardhur pasaja, se baba im ka qenë shef arsimi dhe kulture, kur ka ardhur pastaj në Përmet, ka ardhur te shkolla jon, e ritakova edhe një herë. Kështu që marrëdhënia me televizioni kam të hershme. Arsyeja pse nuk dilja ishin dhëmbët e mi, sepse i kam pas cop-cop, gjithmonë nisesha te dentistja, por përfundoja duke pirë fërnet, i harxhoja gjithmonë historikisht. Do të thënë lekët, parat kanë qenë problemi? Jo, dhëmbët. Jo, po parat që nuk i bëje? Jo, i bëja lekët, po nisesha, po më trishte graviteti i alkoolit. Alkoolit. Dhe cigarja. Ishte koha që ti ulesh e lexoje gazeta, 3 gazeta, pastaj do filloj me fjalë kryqe, dhe kjo shoqëroi me debate në tavolinë, që ishin më të bukura se tani,
dhe me pirjen e alkoolit, teke mbas teke, dopje mbas dopje, përfundoi pastaj në orët e vona në shtëpi. Ishte problemi estetik. Dhe ajo që nuk më detyronte të dilja ishte tranzicioni. Hapeshin shumë televizione, po promovoheshin shumë emra, kështu që thash, më mirë po e filloj me publicistikën dhe të vazhdojmë te televizioni. Dhe njërë një javë besoj mjafton. Debatet me Fred Sakon, ose me bukuroshet. Me bukuroshet që ndrojnë çdo se po edhe debatojmë, i orientojmë, i themi që jeta ka dhe dimension tjetër përveç silikonit ose të dashurit që ronë me lek. Po me çfarë kriteri përgjithni bukuroshet aty? Se nuk më duken. Një televizion kritere. Tani Jo, për te rriti katror, por them që kërkon një lloj formimi, jo thjesht jetë bukuroshe, ajo vajza që do jetë aty në krahun tot. Po besoj në fund të gushtit, fillim shtatorit, po bëhet një lloj audicioni. U vjet syri 3-4 emrave të përveçëm, shikohen me vëmendje, pyetim ne për së largu, se varet a do kemi kimi apo jo, dhe pastaj zgjidhet një njeri të paktën që ka një formim bazik. Që deri tani besoj të gjitha vajzat e kanë kryer me sukses. Kur ishte Ben Rushi, drejtori i Topit, si kishe marrëdhëniet me të dhe si ke tani? Me Beni nuk flas. Nuk flet? Jo, kem gati një vit. Shkaku bë Big Brother i Kosovës, edhe pse? Ajo që Beni është nga mëkatarët e medias shqiptare, sepse futi kulturën e klikimeve. Tani nuk kam rëndësi përmbajtja në televizionet shqiptare. Tani rendin të gjithë mbas klikimit dhe si punë klerikëve që numërojnë besimtarët, edhe të shkojmë sa më vrap tek sponsorit, i themi, shive ku përfundoi ky program jon, kaq mira e miliona. Dhe po t'i vësh re, unë jam i vetmi person që dal në televizor që nuk kam 1 milion ndjekësa në rrjetet e mia sociale. Po ato mbasi i kanë bler, ti nuk i ke bler. Kërkoj falje, unë s'kam të bler në njërë. As ndjekësa, as klikime, as lexime. Kështu që të thash, mua më intereson përmbajtja. Që nga momenti që ti trazon ujrat, që nga momenti që personazhin ti e bën të flas me vete, atëherë ke arritur atë çfarë ti do. Që nga momenti që ti e riparon një gjë, qoftë se gazetaria e mirë nuk është ajo që të diskrediton dhe të nxjerr bojën. Gazetari mirë, mua ka mësuar media angleze gjatë kohës kur jetoja në Angli, që ti bjeri telefonit dhe personazhin ose fenomenin ose institucionin vëre në dieni dhe tregoi se çfarë shqetësimi ke. Unë e bëj shpesh, po tregoj rastin e fundit, ura e njohur e Katiu nëpërmet, të ujëra termale, ujëra ndërtuar nga Lipash Tepelena 200 vjet më parë, ke parasysh se është bërë ikonike. Gryerjet e lumit Lengaricës kanë bërë që këmbza, një prej këmbzave të rrezikohet. Dhe shëmbët, ajo është. Mund të shembe thua? Po. Dhe çfarë bëra kur mora informacioni dur? Nuk dola, nxitova, vrapova televizione, ekrane dhe fillova sharje dhe hajdut. Telefonova institucionit dhe thash që Instituti Monument të Kulturës Gjirokastë në Tiranë, ministrinë thash, dëgjoj, kemi në rrezik. A e rregullojmë dot? A e riparojmë dot? Se ja shkuan dhe kamerat, ja shkuan dhe mikrofonat ata spaksat, gazetarët e spaku. Du çfarë të bëj unë edhe ja e vure në sede për një moment, 1 ditë, 2 ditë. Ja do vi turp, do të vi natë, do të ngrihet tensioni. Po a riparojmë dot? Dhe kjo është gazetari mirë. Ka raste që më ka ndodhur që e kam telefonuar dikë, një ish ministër të qeverisë socialiste, më tha, po më gjobiti mua, dhe përgjigja, dhe më tha, unë po të incizoj, dhe me qenë se po më incizoj, më thash, unë të bëj ty, partin, qeverin, dhe çfarë ke aty rotull. Unë jam i vetmi gazetar në këtë vend që nuk di si vjet gjoba. Unë po të marrë dhe po të them, për rastin konkret, sepse ti detyrimisht do marrë një prononcim nga palët, apo jo? Qofse ke zbuluar një rast korrupsioni, si punë e gjykatës, kur vjen gjykatë flet prokuroria, po flet dhe pale akuzuar, që jepi të drejtë. Mirë po tani, po pan që ti telefonove, gjoba,
Se është bërë fenomen pra çështja e gjobave, të gjithë me Tani fenomeni është ai që nuk vëgjon. Kështu që më ke parë ti mua ndonjëherë me makina të shtrenjta? Po, makinë e roje se kam të shtrenjtë, natyrisht, por s'më shikon, o me taksi, o me makinën të shokëve. Makinën e rojes. Po, se kështu ka në vend dinamit poshtë makinës dhe i thosh, çfarë do na bëni, na diqni faqet. Kështu që nuk jam materialist, kështu që Zoti nuk kanë qenë në kulturën dhe edukatën time. Unë kur kam lindur, kam pas shofer të shtëpia, babai im ka pas shofer. Po, se ka qenë zyrtar. Kështu që nuk më... Dhe unë dua të rinj celular të lexoj, s'mund të mbaj timonin dhe celularin. Je mjeshtër i të shkruarit, edhe ke pas ato shkrimet e tua të tema? S'lexon më njëri tani. Nuk i lexon më njëri? Ti vazhdoni bën shkrimet? Po jo më shumë se 7-3. Thelbin, që ironi, që ngacmim, nuk kanë njerëzit nerva. Ne po jetojmë epokën e reelsave. Pra njerëzit e kanë më të lehtë të shikojnë një video kur flasun se sa kur zbarthi lajmin dhe ta lexojnë. E lexojnë. Sepse dhe mendja e njerëzve është bërë dembele. Teknologjia na gjeti pa përgatitur. Domethënë, është ajo që thot Umberto Eco, çdo njeri tani s'ka rëndësi ti merr çmimin Nobel në mjeksi, po komshiu përballë të jep këshillat më të mira. Ne kemi rrethin gatror, Fredin e kemi doktor, e kemi psikolog, e kemi politikan, pra hapësirat e mëdha mediatike kanë bërë që ne të zhvishem nga profesioni që kemi dhe të japim mend për shumë gjëra. Më ke parë ti mua ndonjëherë të vetet e programi Trupi dhe Shëndeti në radio televizionin shqiptar, apo të flas për bujqësinë, mund të flas për gazetarin, për turizmin dhe shqetësimet që ka një qytetar. Këtu janë bërë gjithë ekspert. Këtu fillojnë me tunelet e Kievit dhe përfundojnë me një grabitje që ndodhi në Fushkruj. Pra hapësira fizike, gjeografike e gjithologëve tanë është e jashtëzakonshme. Ti këto zgjidhje pret Sakon apo Milej Mzekën për panelist, për kundërshtar në debat? Fredin. Fredi është unik në llojin e vet. Është i papërsëritshëm. Ne me Fredin debatojmë seriozisht. Nuk ka asnjë gjë, aty vetëm montazhi mund të shkurtoj pjesë që edhe teprojmë. Kështu që Fredi është unik, është kokfort dhe mundohet me çdo çmim ta mbrojë atë që thot. Fredi nuk thot kur më fal, edhe kur ti e kundërshton me fakte, është tipik një kolonjar që i pëlqen vetja, është Fredi, janë ca vende bosh, pastaj janë të tjerë, por që është personazh, një këshill për Fredin që të mos dali në çdo ekran televizori. Në çdo ekran televizori, mjafton aty te Reti Katror. Fredi bën dhe podcast vet, po nuk ka ato klikime që mund të ketë Reti Katror. Sikur s'e kam parë podcast. Fredi do opozit. Fredi pa opozit bëhet monoton. Kështu që më nisë pak më the për Ben Blushin që nuk flisni. Po, mund të ma thuash arsyen? Kjo pra, pse? Big Brother Kosova. Patët në një përplasje apo çfarë? Po, kështu me mesazhe. Me mesazhe, Edhe të thash, futi kulturën e klikimeve. Beni, shkrimtari i madh, gazetari i madh, u dorëzua para faras. Po çfarë ndodhi mes ju të dyve? Unë e te prova, i përmenda ca aventura të kohës kur drejtonte topin, kështu që ja le të teksuar, me tekst. Po, patjetër. Se kam problem, qoftë Beni, qoftë dikush tjetër, po që si një dashurues i letërsisë, ja ke lexuar librat Ben Blushit, se e di që ka daresja ke lexuar. Të fundit, ja. As nuk i shkova në panajer, që t'ja blia me autograf, po patjetër. Shko, Beni është një mendje rafinuar, e zgjuar dhe djallëzuar njëkohësisht. Dhe Beni ka një problem që djallëzia i merr një çik më tepër përqindje zgjuarësisë. Se të gjithë njerëzit e zgjuar janë të djallëzuar, por aftësia jonë është që çfarë balancash përdorim. Zgjuarësia triumfon mbi djallëzinë apo djallësia mbi... Dhe Beni nuk e dija që ishte një materialist i thekur, kështu që materializmi pasaj të detyron të bësh shumë gjëra. Të bësh kompromise për hir të parasë. Pa imagjinueshme. Të pa imagjinueshme. Dhe dëgjoj, është kulturë jo vetëm shqiptare, por edhe globale, por në Shqipëri duke qenë një racë egoiste ne e blejmë me çfarë do lloj çmimi. Nuk ka rëndësi, ti ke djem që rrezikojnë jetën e tyre në Amerikën Latine, në portet e Rotterdamit,
Për para të shpejta. Para të shpejta dhe gjë më mirë që kjo para vjen dhe shpenzohet në Shqipëri. Kështu që herë më vjen inat kur lexoj ca lajme policisë që arrestohet në Rinas filania se u kap me 20.000 pound të pa deklaruar. Come on. Tani një njeri që ka shpëtuar, ka ikur aeroporteve të Londrës dhe ashtu. Qa aventura është sa e rrezikon. Ko s'është vetëm aventurë, po është ndihmë për ekonominë lokale. Kriminele shqiptarë, çfarë lloj mëkatesh të kenë, në fund të ditës nuk janë terroristë, nuk vrasin masivisht, nuk marrin para, t'ia japin. Mos e fri. Kjo ishte surpriza me e bukur. Po pra, jo s'do e presin të ja. Kjo ishte surpriza me e bukur që... Edhe po pinë dhe verë, mi që së bëndë një gjërë. Se placa, dhoma 169. Dhe ta mirësh. Unë ti dhe ardi... Aslan. Orgji, imagino të hapin këtë. Po, po qa ke për mirë? Falë i dyre, o? Palau. Po, Marianën e dua. Po, e di pra, ndaj lash të dyve, sot. Ne jemi njohur vonë, nëpërmjet një miku të përbashkët, por telefonata e parë që kemi bërë, unë kam qenë në Golem dhe po shkoja në Tiranë, Mariana ishte të shtëpia e saj e plazhit, domethënë, unë nga Golemi deri në Tiranë nuk kam pushuar si qeshuri. Dhe Marianën për herë të parë kisha parë nga afër fëmijë kur estrada e Tiranës erdhi në Përmet, natyrisht çdo event kulturor unë do isha atje i pari, dhe që e shikoni me admirim, pastaj rolet në televizor, edhe ditën që fola në telefon, krijuam një lloj marrëdhënie shumë të sinqertë dhe Mariana është prezantuesja e parë e festivalit Nona në Përmet. Po pra që këtë vit bëri 5 vjetorin festivali Nona. Po, të dy prezantuan festivali dhe për herë të parë në spektaklin shqiptar, dy të çmendur në thojza prezantojnë si për urës. Si për urës, i kam parë ato foto të video. Ujrat termale të bënjës. Tash Marianës ke prezantuar kudo, po në maj të urës nuk e prezantuar. Kështu që... Një i parë. Mërë se më përmëndu e Orgjin. Kishe thënë diku që unë vdes për orgji. Nuk e frikë se mund të vdesësh gjatë orgjis? Po, njeriu vdes kur krye marrëdhënie tek e tek, se gjithë energjin ti e... Aty bën hile, ndërsa aty është grup aq i madh, sa merr dhe pushimin, ose futesh në errësirë dhe nuk duket mungesa jote. Dëgjoj, gjithmonë atakoj me gjëra me 10 hapa para, për të kompensuar një gjë që nuk është. Pra ti të riq vëmendjen me të pa imagjinueshmen për të bërë njerëzit të imagjinueshme. Dhe thash dhe që parë, Shqipëria nuk ka kaluar revolucion seksual. Po. Thash, Shqipëria ka bërë ca hapa të frikshme, si në politikë nga feudalizmi, në komunizëm, pastaj në një demokraci që në liberali që akoma një tranzicion që s'po përfundon kur, dhe pasojat janë të dëmshme. E mban mend, ne në fëmirin tonë nuk kemi parë kur prindi të putheshin në sy të fëmijëve. Dhe çfarë bëri? Kjo bëri kureshtar kalamajt, kur filluan të rriteshin të përgjonin prindrit. Ti në qoftë se dy prindër puthe normal në sy të fëmijëve, s'ke arsye, se ti, ti thoshe, këta prindër dashurojnë ndonjëherë, se e fshehin dashurinë. Me ato shprehjet gjigant gënjeshtare që lind nga sjetulla, e ato të gjitha. Ndërsa tani ti bën edukat seksuale në shkolla, akses në internet ka çdo njeri, dhe njerëzve nuk u bën më përshtypje. Nuk u bën përveç hoxhallarëve dhe priftërinjve. Atyre u bën shumë përshtypje, thamë. Sepse duan të bëjnë vetëm ata. Ajo shprehja gjigande, mos bëj si bëj unë, po dhe vazhdon të jetë aktuale. Pra dalim te hipokrizia. Dhe ndaj ndonjëherë ngacmoj publikun me këto festa të çmendura orgjie që faktikisht janë bërë realitet. Se unë e shikoj për shembull, ka njerëz që të shkruajnë, "O ma, s'na rregullove në një pjesë ta bëjmë treshe." Nga të erdhi kjo dëshirë, ku më njefti mua, apo? Kështu që e njëjta gjë ndodh edhe me femrat,
ke nga këto lloj debatesh dhe bisedash. Po kur të ndodh kjo, kur del nga trotuari, se aty ka vajza të bukura. Po pse ty së provokojnë? Të gjithë. Kështu që Këto mesazhet që dhe varet sa sekrete e mban ato gjë, se po e mbajtë sekrete është më intime, më e bukur. këndo zgjidhje me Sedi Manushit edhe Ardi Xhebres. Ti thua këtë zgjedhje s'ka parë apo përmetin? Se kush është skrapari në këtë rast? Jo, kam fjalë një përmetari që pyet tani këtë zgjidhje s'ka parë Ka apo përmetit përmetin. e zgjedhës ti Edi Manushin. Duke qenë aty pjesë e familjes dhe të mirë. Nuk e thua dot që edhe mund ta tradhtosh me një moderator tjetër. Tradhti Jo, se besoj. Unë dhe Klani jam non grata, kështu që as kam për të shkoja dikur te Ariançani. Tani nuk zbesoj se të shkoj ndonjëherë. Shkon më. As kam interes, mjafton që dal një herë në javë televizor. Edhe sikur mbyllen ekranet, ne kemi celularët tanë, kështu që s'ja kemi interesin. Po. Ke bashkëpunuar para shumë vitesh me Turan Hyskën, mbaj mend. Ja pe filmin Kazerma? Akoma se kam parë. Se ke parë? Unë kam tregoj një histori, unë kam jetuar në Londër kur doli Titaniku i famshëm dhe ti shkoj rrugët e Londrës dhe kinemat ishin me lote me qure. Njerëz që e shikonin nga 3-4 herë vetëm qaj, ishte aq masive sa nuk doja të bëhesha pjesë e turmës së tërës. Thash, ka qenë viti 97-98 mos gaboj. Po, atëherë ka qenë kur ka dalë Titaniku. Dhe kënga e famshme Celine Dion që ishte kudo ku shkelja. Dhe thash, po shikoj në një kohë që e kanë haruar njerëz dhe qetësi. Edhe e kam parë në 2003-shin, okej, më ka prekur natyrisht, film i bukur, po që e shikon me qetësi se sa në vorbullën e zhurmës dhe të turmës. Turi se kam parë akoma filmin, unë nuk shikoj filma në televizor, pavarësisht se edhe Netflixin e kam bërë abonim. Unë shikoj në kinema dhe dua që t'ulem te reshti fundit, vendos syzat se jam -3, mundësisht kinema mos ketë njeri që të thotë shife ky intelektuali. Se kjo është një nga arsyet pse s'kam mbajtur syza që i vogël, se unë reja. Se dukesh pak kështu si njeriu me syze, unë jam -3, nuk shoh nga larg. Unë mund ta ngret dorën, po pa e ditur se kush je. Kam trashëguar nga mamaja. Kështu që do ta shikoj ditën që unë s'kam parë filmin ku isha unë te Ermal Mamaçi, kështu që se ke parë, nuk e shikon, po mirë, nuk shikon veten, mund ta kesh pak jo, unë jam selektiv në filmat. Ndoshta gjatë vitit mund të shikoj një film në muaj në kinema. E di pse të pyeta për Turin, se ishte një film që bazohej tek show real. Po, kam lexuar kritika, kam parë edhe panj, po të thënë. Edhe doja komentin tënd, sepse lexova diku që Turi luante rolin e Ledion Liçës. Ishte një Ledion Liço në atë film. Kam dëgjuar që thoshin mendoj ka kopjuar, s'kopjuar, por përgjithësi mendimi kritik ishte produktiv. Ishte një njeri që ja thash, guxove në kinematografi dhe kjo është gjë e mirë. Po. Por Arbana Osmanin, ke një koment tjetër ose ke marrë një mesazh nga Arbana? Pas asaj që the, e kam ndjekur programin e Arbana në mënyrë të tërthort, po, që nuk ka më njerëz si Shine Top Channel në programin e Arbanës dhe besoj ka bërë mirë. Sepse e thash dhe një shtëpia ku është lindur, ku është rritur, ku është bërë profesioniste, ku është pasuruar, ka krijuar familjen. Dgjoj, unë nuk kam marrëdhënie financiare me Top Channel. Unë shkoj në mënyrë vullnetare një herë në javë. Madje edhe taksinë e paguaj vetë, nuk marr nga ato taksit falës së Topit. Shkoj për pasion, shkoj se dua të më shikojnë prindit e mi në televizion që shfaqem, dhe unë bëj 2 puna të tjera, sigurimet shoqërore paguaj nga punat e tjera, por aman është televizioni që më hapi derë dhe kemi ca lloj detyrimesh, apo jo? Po. Është njësoj si ti nesër të dëgjosh një intervistë që bledi Jean-Claude. Çfarë do mendosh kur ti je treguar korrekte me mua? Më ka hapur derë. Skandaloze është, po këto gjëra na ndodhin. Na ndodhin, nuk e di çfarë njerëzish janë. Atë bën bilancin vetës. Çfarë do ishte Arbana pa Topin? Më fal, 2 pyetje. Çfarë do ishte Arbana pa Topin dhe çfarë do ishte Topi pa Arbanën? Kush do ishte ende në këmbë gjallë dhe funksional? Topi apo Arbana? Patjetër. Arbana mund të ishte një nëndrejtore shkolle në Bulqiz, nuk e di nga është, por Topi do vazhdonte. Çfarë do të gjente Topin pa Bledin dhe pa Frecakon? Bledi do ishte një burgaxhi te burgu i ri i Fierit, apo jo? Kështu që s'ka pse na vjen turp nga se në fund të ditës mirënjohja është fisnikëri. Unë me shumë njerëz në Top Channel kam marrëdhënie korekte, me disa s'kam marrëdhënie fare, disa më urrejnë, disa më duan, dhe unë qofse do kisha kaq dashuri të madhe, unë do isha në programet më të ndjekura të Top Channel, po kam gjetur një qosht
modeste të rehatshme. Po kjo do të thotë që unë të filloj sulme nga Top Channel. Në publicistikën time, çfarë ke lexuar, nuk ke lexuar ndaj njerëzve që kanë pas debate personale. Kurrën e kurrës. Gjithmonë ndaj njerëzve interesa publike. Ti menaxhon paratë taksatona, ti do jesh patjetër në shënjesën e gazetarëve, kaq. Tani të zihem unë me komshiun, Silva është avokate, komshia ime që shkoj shumë mirë, por nesër po të zjehu me Silvën, do bëjmë shkrime për Silvën, do bëj statuse për Silvën, pse? Unë bëj për Belindin, për Edin, për Braçen, për Belind Këlliçin bën shumë ti, po për Belinda Ballukun bën? Patjetër që bëj. Për shembull për këtë rastin që e mbrojta, sepse ishte e frikshme. Ajo është, domethënë, atributet që i ka dhënë Prokuroria Speciale vetes janë të frikshme. Dhe këtë po e thot një burgaxhi, njëri që ka vuajtur. Nga emra prokurorëve që s'ua përmend se janë rrugëve, i ka hedhur, i ka flakur reforma. Nga një pandehur që vjen në gjykatë përballë kishte gjingjoni një mostër, një arshqitje të drejtësisë shqiptare që Saliu e futi nga dera e mbrapsme e politikës. Pra unë paguaj taksa për një gjykatë së flakur në rrugë dhe sot e kam në deputet. Një person, e di që është non grata gjingjoni, është person non grata nga Amerika. Me atë që punon çuti. Sepse kam pas gjykatë se çështjeve të mia, një njeri ordiner në kuptimin e mirë të fjalës. Njeri që s'dinte të komunikonte, ofendonte, kërcënonte, çfarë mund t'i them unë gjingjoni? Ta lavdëroj? Çfarë? Mos thuaj një arsye, kështu detyrimisht unë do jemi tillë. Por tani të kthehemi te topi, pse unë nuk jam opinionist në Top Channel, tani do hapu një podcast edhe të shaj Ledionin, edhe Lorin, edhe Sarën, edhe Manushin, edhe Ilirin, regjizorin, Redin, aktor të Portokallis, është e tmerrshme. Kështu që unë po të tregoj rastin konkret. Rezartin i njeh Veleshqin. Po, patjetër, e kisha në podcast. Po. E dua pafund. E kam kapur nga vesh, kam thënë pse u largove nga topi. Ti dhe po ta vësh kush largohet nga topi mbetet rrugëve. Më thuaj një emër. Gabimet e mëdha. Nuk e rimari më veten, qoftë Flori i televizionit të Asirit, që ka emrin Syrit, qoftë Flor Binaj. Po pra, qoftë Rezarti, kush Rezarti sot, në kulmin e moshës, në kulmin e talentit, Rezarti nuk dihet ku është, që duhet prodhonte humor, spektakël edhe para në fund të ditës, se do shkojmë dhe marrëdhënie financiare, le të bëjmë, unë e bëj këtë për ndershmëri e për virtyt, po në dark, çfarë do hash? Virtyt, ndershmëri. Si thaj, më mirë me ty dhe fukara se sa pa ty dhe i pasur dhe vdiqen të dy nga ulçra në stomak. Vdiqen nga ndershmëria. Se s'kishin çfarë të hanin. Po më i zgjuari aty më duket se sa në rapë mua, nuk e di. Në Portokalli. Më i zgjuari në kuptimin e menaxhimit të karrierës. I rafinuari, i djallëzuari. Jetë i djallëzuar, jo? E thamë në çfarë? Tani do të jetë edhe prezantuesi festivalit të këngës me Arilina Ar. Sot po e marr vesh. Po, nuk e di ti? Jo, sinqerisht. Unë smer me lajme showbizi, ti e di. Kështu që ti smeresh, po ti prodhon showbiz. Në rregull, po tani s'mund edhe të konsumosh, edhe domun ta prodhosh edhe ta pish ose ta hash vetë, më kupton? Kështu që e hedh në treg edhe aty shikohet impakti. Fal. Me Shqipen, si është puna me Shqipen? Na e thuaj njëre mirë, ka pas ndonjë në fillim po. Lidhje me Shqipen? Jo lidhje. Flirtime, por flirtime. Është në guackën e vet, është aty te. Po flirtime nuk mund të thuash vetëm flirtime sepse ajo të kishte përgatitur makaronat dhe po të priste në shtëpi me një tavolinë romantike. Unë isha personi që hodha hapin i parë, por Shqipja është shumë konservatore. Shqipja më kujton ato katunaret e kohës së Zogut, që deri te avllia nuk dilnin dot pa lejen e babait ose të vllait. E pëlqen atë dembelizmin atë likun e vet, kështu që. E vërtet që i kërkove fëmijë? 3 herë. 3 herë. 3 herë i ke kërkuar? Po, sepse mu dhimbs, e shikoja që një fem i erdhi koha e mëmësisë. Edhe doja që edhe ta ndihmoja, po edhe vetë kisha dëshirë që një mik si tillë, një fëmijë si mund të dali. Se po më ngjarson kjo me deklaratën e Arjan Curit, se dhe ai kështu tha. Jo, që po i kërkoi një shoqe e tha atë po baba. Futun jo, ai të ka kopjuar ty. Google. Ne po them. Po s'më kopjondet mua se un kam dashuar që ka lama, kam pullë, kam jetë shumë aktive seksuale. Ai jo. Vaska Varjani.
Se Vaska ka 7 për mbesa. Okej. Ariani, po usol mirë do t'ja gjejmë, ta bëjmë shëndet për herë të parë. Një gocë në top. Për herë të parë, se s'ka putur asnjëherë, po thua? Si virgjër, Oh, Arian, jeta prej... është i virgjër? Po. Po. Të garantoj, O zot. ma sill një femër këtu tani, ti edhe Ariani ti shkoj teknikat e putjes, se dallohet një mashkull që... Po patjetër. Teknikat e putjes janë amatore, Fillestar, amatore që ke bërë 2-3 herë. Po tani, në këtë moshë je, sa vjetë që jam? 52. Se ti e thua moshën, nuk e ke problem. Do bësh Moshën, origjinën, të gjitha i gjatësinë, thua ti. pasurinë. Sinqerisht jam hipokrit. Po. S'më pëlqen, dua të jem kështu i zhveshur para njerëzve, ku të gënjejmë njëri tjetrin. Ne dim çfarë ham në drekë, megjithëse ti pa pyetur tu ti nxjerrin ushqime në Instagram. Po, është për trend i kohës. Ne vim nga zonë ku gatuhet mirë, ku ushqehet mirë dhe ku nuk ashtu. Shef ca tipa që çfarë nuk nxjerrin aty te Instagrami shkret. Po Grida Duma si të duket, se ke qenë në panelet e saj. Gridën e kam luftuar shumë. Se më shumë ka meshkuj aty se sa femra. Më duket si Rudina Xhunga dikur të Shqipi, edhe Rudina vetëm. Duke jam femër që e ndjen veten të fuqishme dhe përballë seksit të njëjtë, kanë më tepër takat, kështu që zgjedhin të kenë seksin e kundër. Më pëlqen lëvizja që po bën Saliani, e besoj dhe Grida ka influencën e saj. Gjithmonë është aty kreativ. Po, se thuhet që Saliani do marrë do më thënë drejtimin e Partisë Demokratike. Sa e beson këtë? Edhe besoj, po ja kam thënë Gridës luftë e gjatë, edhe Grida do marrë një kosto të madhe. Qa kosto për shumë? Po do luftohet. Do fillojnë të përmendin edhe të papërmendurat. Po sa i përket jetës private, thua? Jeta private, kanalin televiziv ku punon, kanë filluar këto ditët e fundit. Por do t'jetë interesante sepse për herë të parë Partia Demokratike do shkëputet nga dhuna. Ajo është një parti që mbjell dhunë. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, e vëre të rrjetet e mia sociale që komentatorët më të dhunshëm verbalisht janë demokratët e Berishës, janë vetvendosit e Albin Kurtit dhe ndjekësit e këtia që përmend ti imamit të rrugës Kavajës. Domethënë i bashkon dhuna, kultura e dhunës, mbjellin dhunë, mbjellin përçarje, nuk shikon kur lajme, domethënë në komente të bukura, komente paqësore, komente që ti ja vlen ti kthesh përgjigje. Kështu që më në fund do zoti vjen radha, sepse ne do shkojmë atje ku ishim, te Partia Demokratike, një parti me ato idealet e famshme të dhjetorit. Kështu që uroj. Domethënë se këto partitë e vogla janë bërë më pro Salianit. Saliani edhe sepse nuk mbjell dhunë. Nuk fton, nuk bën thirrje të dhunojnë gazetarë, të rajnë, nuk kërcënon. Liderat e tjerë çfarë nuk kemi dëgjuar, nga gra e burra, nga e djaca. Po një koment për lidhjen romantike të Salianit me Grida Dumën, të Ervin Salianit me Grida Dumën. Si të duket kështu nga tani që njoft të dy besoj, sepse Grida është nga ato femrat posesive që detyrimisht do një mashkull që ta ketë aty të vetja nën komandat e saj, kështu që tani e plotësojnë mirë njëri tjetrin. E plotësojnë mirë njëri tjetrin, ha? Mund të ketë një hap tjetër të rëndësishëm, mund të shkojnë në altar. Altar po edhe fëmimi bëri Rama me lindën në moshë madhore, pse mos bëjnë ata? Teknologjia ka bërë të vetën, s'ka më tani se na çmend dy femra 37 vjeç, vezore tani. Kjo ngrirje e vezoreve nuk e di pse më duket, nuk e di. Për ato që i bëjmë, po edhe s'faj s'kam. Më lë një shije të mirë. Jo, kur kthehet në trend që po i ngri kur të kem kohë. Po mirë. Është ndryshe pastaj kur dikush nuk ka mundësi. Po, për këtë e kisha. Për Adriatik Lapajn, çfarë mendimi ke? Që është ulurat. Ke gjyq me të? Po, më kanë. Do e rrëzoj Edi Ramën Adriatik Lapajs? Shpresoj që këtë podcastin ta transmetojmë. Para se ta rrëzoj. Ky vend ka shumë mashtruesa. Madje
të gjithë kemi gënjur në situata të veçanta ose për të kaluar një ngërç. Por Tiku është tipiku një mashtruesi të pandrejshëm, një njeri që më fal që po e them, po do të ngordhi aty në bulevard i vetmuar. Ngordhja është në kuptimin simbolik, jo fizik. Se nuk dua të ngordhi sepse e pres në gjykatë bashkë me vjerin e vet. Më kanë kallëzuar, më kanë çuar në gjykatën civile, shkallës parë, për një artikull. Për shpifje. Se kam thënë vjerit Tikut, kriminal, ndërkohë që e ka hequr vettingu për të korruptuar. Korrupsioni është vepër kriminale dhe mbiemërzimi natyrisht. Çfarë do të them një gjykatë si të korruptuar? Kështu që e pres në gjykatë, inshallah na dëgjon, inshallah ka bateri aty te kryeministria për Bajat, nuk e di. S'ja vlen më as merresh tani me Tikun. Vjen keq për moshën e re, por njeri që dikur ishte vegël e Argitës në fakultet, e kishim mbreu për kryetar bashkie në Saran, pastaj dështoi, hodhte një patericë e kalbur që s'ka as bazament as të ardhme. Kështu që është personazh grotesk nga ata të Fajikonicës, që nuk do i rezistoj kohës. Inshallah i e Fajikonicën Tiku. Ka lexuar në një. Ai patjetër, besoj që edhe e njeh se janë inspiruar politikanët nga Fajikonica dhe Panoli. Se njeh thua? Shikoj atë oratorin, shikoj fjalët që përdorin, figurat letrare, mungesën e theksuar. Lexojnë Machiavellin atë Princin, që është ai libri i holl, dhe aq mjafton në inteligjencën artificiale, s'din ta përdorin. Ai ke parë çunin e Fariu se Albana Vokshin apo këta mysimetë. Që u del me atë tekstin poshtë nëse ke pyetje tjetër, po. Pra, nuk din as ta editojnë. A kupton ndonjë çfarë niveli? Po për Endre Shabanin që u zgjodh avokati i popullit? A kanë thënë gjithmonë dashnori në thojza i Krishnik Spahiut. Dashnori në thonjza. Një tjetër i ri plakur, pa kauz, një karrierist i sëmur, që mori një pozicion që si duhet njeriu. Çfarë bën avokati i popullit? Ja ishte ajo gruaja Andi Bushatit. 7-8 vjet, çfarë bëri? Çfarë ndryshoi Shqipëria këtë 7-8 vjet, përveç garderobës së asaj? Më thuaj një. Ti si qytetare, shkove u ankove në njëra tje? Jo, nuk çova ndonjë letër. Çfarë impakti? Po mi letre. Po se letra një lagje, një qytet. Problem. Kurrës, kështu që këta duan të ftojnë në pritjet e presidentit, trupit diplomatik, të veshin kostumin, të kalojnë te tapeti kuq, njerëz të vegjël. Kaq, pa lënë mbrapa asnjë gjë, asnjë impakt. Njerëz që kanë frikë të tregojnë origjinën, njerëz që kanë frikë të tregojnë dhe moshën, njerëz të kompleksuar. Leti, po kur ke takuar Edi Ramën, je matur ndonjëherë kush është më i gjatë? Se ke thënë që e ke takuar njërë në tokë, njërë në qiell. Në qiell nuk e di unë, po në avion. Po. Në tokë, po. Kush është më i gjatë nga Ai është më i gjatë. Unë jam 1.93, ai duhet të jetë. Ai është gati 1.98 më duket. Nuk kam ndonjë kontakt tjetër. Linda ka qenë pedagogja ime. Vazhdoj të ruaj konsiderat, po. Rastis shpeshherë në rrugë dhe shikojmë atë modestinë e vet. Ndalojmë, flasim, si e mirë nga familja, nuk i qe hallet në një vend i pune, ose se shuqë zoti në familjen time s'kemi asnjëri në shtet, kështu që jetojmë të lumtur edhe pa qenë në shtet. Ndoshta një ditë do rikthehem prapë në administratën publike, e ndjej që mund t'i jap, po thash dhe që pari të mbaroj epoka e ajdutëve, të pastrohen institucionet dhe pastaj të shkojmë neve që ndoshta e meritojmë të bëjmë gjëra të mira. Shpresojmë. Që na shikojmë prapë njerëzit më këmbë rrugëve, pa bodyguard dhe pa makina, edhe pa vila në Dhërmi. Si është të ardhmen e Edi Ramës? Ku ka të ardhmen Edi Rama? Pse ka vetëm të shkuar? Jo. Po ai s'është Ismail Qemali. S'ka të ardhmen sepse është i paparashikuar. Ka grumbulluar aq pushtet dhe aq se di si ta shpresh, pyetje shumë e vështirë. Është. Mendoj se ka vënë bazë me veten për hyrjen e Shqipërisë në BE, por problemi më i madh atëherë do jetë, se edhe atëherë s'ka për ta dhënë dorëheqjen. Do hyrë Shqipëria në BE, atëherë do t'japet Oreksi dhe do ndjehet i barabartë në Bashkimin Evropian, dhe atëherë do verë t'i çmendi më tepër ata. Më kupton? Se njerëzit mendojnë në rafusi në BE, edhe do iki. Jo,
atje fillon nga Rushdja, ikën Luga, atje fillon nga Rushdja. Është njeri egoist që tani çfarë prodhon lajme nuk i prodhon më për Shqipërinë. Prodhon ti dëgjoj Brukseli apo Washingtoni dhe natyrisht që ka ecur. E filloi me atletet e bardha, edhe përfundoi me që u bën virale atëherë. Po edhe shiko çfarë zhvillimi po merr urbanistika në Shqipëri. Gjithë urbanistët dhe arkitekt më të famshëm të botës, po vinë po eksperimentojnë këtu se bota është ndërtuar. Çfarë do bësh ti Vjenës, Parisit dhe Londrës? Ka mbaruar. Kështu që Shqipëria është një treg i mirë dhe e ka Picasso. Por një këshill, lëreni paran të vinë në Shqipëri. Një këshill për organet kushtetuese të Shqipërisë. Lëreni paran, që nga momenti që ajo para nuk ka vrarë njeri, nuk ka terrorizuar, nuk ka financuar. Për paranë e pistë që flitet. Nuk e di është e pistë apo mund të mos jetë e taksuar. E taksuar, jashtë ligjit. Kështu që mbajmë një shprehje të thjeshtë që thoshte fillimi i zhvillimit është korrupsioni. Ne pushtuam botën, kolonizuam botën, i morëm të mirat minerale, materiale dhe i sollëm kryeqytetet tona. Çfarë prodhon Brukseli? Mjekullën apo waffle, ëmbëlsirat. Çfarë prodhon Londra? Pra, pasuri të marrë nga ish kolonitë e tyre në Afrikë apo në Azi, kështu që lërini çuna të bëjnë punën e tyre, mjafton të jenë korrekt, mos kencenuar jetën e tjetrit, kështu që detyrimisht ajo para që nga momenti që hidhet në zhvillim, ndaj për shembull ndonjëherë them edhe këta që vjedhin dhe korruptojnë Shqipëri, që nga momenti që paranë e lën këtu nuk e çojnë në Zvicër apo në Kipro, atëherë janë për t'u lavdëruar, se këtë para hapin vende pune, zhvillojnë ekonominë. E pastrojnë këtu. Po patjetër. Dgjoj, paraja, sasia fizike është një qarkullim. Po se pastroi Shqipëria, do ta pastroj Greqia. Po se pastroj Greqia, Italia po të pret, Spanja po të pret. Kështu që mos bëjmë rolin e puritan, një vend kaq i vogël. Kush e ka numrin më të madh të kriminalëve? Spanja, Rumania, Italia apo Shqipëria? Kush e ka? Detyrimisht Italia, detyrimisht Rumania. Si u futet Rumania dhe Bullgaria në BE? Ku ka më shumë kriminal, ku ka më shumë fukarë me varfëri. Kështu që unë e shikoj gotën gjysmë. Gota gjysmë e shikon në gjysmë plot. Edhe unë gjysmë plot e shikoj. Bledi tani nuk ka më shaka. Do të pyes seriozisht dhe do më përgjigjesh seriozisht. Je i dashuruar dhe me kë? Pyetje e re, freskët. Është nga ato më të reja të Paris apo ka dalë nga Ti e di që jam kontrovers. Je kontrovers. Po. Natyrisht jam në një lidhje me një mami. Me një mami? Po, pak bjonde, po nuk se ndodh më tepër, se mund të bëhet buri xheloz, mund të ketë telash ose mund të thotë buri ja të vi për një treshë, kupton? Kështu që përgjigjja është. Me çfarë fillon emri? Më thuaj inicialet se ne në gazetari me fillon mua mbiemri, fillon emri i saj. Me më. Usar gjithë ti. Me më, okay, do vrasi mundi do e çej. Gjitha gratë e martuara. Të qanë çik shpirti ty për gratë e martuara, nga që je kontrovers. Sikur të ngacmojnë më shumë atë botën shpirtërore. Por, duke punuar në televizion dhe duke njohur vajzat e reja se çfarë kërkojnë dhe çfarë truri kanë, kështu që nuk gjen dot rehat asnjëherë. Sepse ti kur blen X6-ën ato duan Range Roverin. E rrisin kërkesën, no? Duan vilën në Palas, pastaj kur ti blen vilën Palas, ato duan anijen të shkarkohet në Rotterdam. Kështu që është e vështirë. Tani edhe një kuriozitet, ti je djali sekreti i Samir Manës? Se kështu më kanë thënë. Ne jemi moshatar me Samirin. O zot. Të shkruar dikush tek fotot e tua, po? O Bledi na thuaj që je djali sekreti Samir Manës. Unë thash ta marr një pyetje nga këto të popullit dhe ta bëj. Ne jemi gati një gjenerat, nuk e di. E më nga mbiemri si duhet. 3-4 vjet diferencë, kështu që më ka lindur në kopësh. Ja, Samiri që nga ata biznesmeni që unë nuk i vë gjoba, por e vlerësoj për investimet edhe për vendet e punës që hapen nga kompanitë e tij dhe të kujdo oligarku tjetër. Që nga momenti që investojnë këtu, që nga momenti që ndihmojnë familje e mosha të ndryshme,
kanë simpatin time. Jo vetëm Samirin, po edhe Gjergj Lucën, i ke të dy miq me sa Unë ti. punoj, nëse do ta dish, unë jam drejtori marketingut të kompanisë Rozafa për gati 3 vjet e gjysmë. Ato video që shikoni ju në rrjetet sociale të Lucës kalojnë një herë te dora ime. Shishe ti e regjizori, redaktori, Vesti Argoni. Luca është regjizor, se ka mbaruar regjizore, di ti Luca? Edhe unë merrem me imazhin, merrem me marrëdhënie me publikun, është një punë kolosale sepse Rozava është kompani ndërkombëtare tani, ka një flotë të madhe detare, ka restorante, ka operator edhe partner në gjithë botën dhe momentalisht një pjesë e kompanisë ka ikur në Libi. Për herë të parë mbas luftës, kompani shqiptare shkon në Libi, në ujërat libiane, që është edhe rrezikshme njëkohësisht. Pra, unë i suportoj biznesmenët që nga momenti që mbajnë gjallë ekonominë e Shqipërisë, që nga momenti që sjellin mirëqenie. Edhe herë i them Lucës ose letëm dëgjoj dhe Samir Mane, sepse ndonjëherë mërziten dhe fillojnë numërojnë komentet. Dhe di çfarë ndodhi një ditë, e mora në labinotin e famshëm dhe i thash: hajde tani numërojmë komentet e sharjeve në rrjetet sociale. Dhe ato mëngjes ishin 31 sharje. Mora për dore, dolëm atë drek, dolëm në oborin e Rozafës dhe numëruam makina që kishin ardhur të drekonin. Ishin 31 sharje dhe 210 makina. Dhe i thash, çfarë raporti ka konsumatori me sharsin? Kështu që para se ta mbyllin, mban mend ndonjë nga sharsit e na infrashit? Sharsit e në infrashit, jo. Pra, historia mbajti mund të vetëm. Po. Je fantastik. Më kënaq. Po, edhe më prishe punë se më shumë më vinte për të qeshur se sa për të folur, për të bërë pyetje. Nga momenti që të dy ishim të liruar. Bledi gëzuar edhe një herë ishim këtu te Grand Panevino, u kënaqëm. Lokacioni me lokacioni bukur të kryeqytetit. Është bërë lokacion ndërkombëtar tani. Nuk është më vetëm joni. Është i të gjithë Grand Panevino. Nga që këtu kalojnë edhe shumë turistë të huaj. Arkitektura është unike, edhe shërbimi. Pa arsye. Dhe nga që ti je një tip që udhëton shumë, madje je në garë me një moderator që e përmendëm pak më parë, me Blendi Fevziun. Po nuk rri një ditë. Unë shkoj vizitoj muzeume, stadiume, koncerte, klabe, edhe në darkë bëj edhe punë të mira. Po thua tani që Blendi shkon vetëm për video dhe foto. Blendi shkon që t'i mburet së kolballës. Dhe në gjysore, bëjnë gjysore e selfie dhe fetë. Në shkon në Uzbekistan, gjysore, bën videon që ja kaloj Sokolit, dhe Sokoli hakmerit me ishujt e pashkve. Po, e kanë luftën me njëri tjetër. Unë do ta shijoj. Edhe me Ujë Lajthiza, në shoqërinë Ujë Lajthiza. E keni mysafir të programit. E keni dhe ju. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar edhe festa. Sukses në podcast. Gëzuar.